Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i hithrave, pijeni 2 herë në ditë dhe do I thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Anemia është një sëmundje që shkaktohet nga mungesa e hekurit ose si shenjë shoqëruese e një problemi tjetër shëndetësor. Simptomat e anemisë përfshin lodhjen, rënjen e flokëve, takikardinë e të tjerë. Ilaçet dhe kurat farmaceutike janë vërtet të shumta, por duhet të keni kujdes nga suplementet e hekurit. Kujdesi nis duke mësuar më shumë për efektet anësore të këtyre suplementeve. Hekuri shkakton oksidim në organizëm, gjë që sjell probleme në tretje. Sipas të dhënave, për të parandaluar një problem të tillë, ju duhet që të rrisni konsumin e ushqimeve të pasura me hekur siç janë barishtet, bishtajoret, panxari, majdanozi e të tjerë. Në qoftë se ju preferoni që të konsumoni ushqime të pasura me vitaminën C, mund ta bëni lirshëm. Pas diagnostikimit dhe medikamenteve të rekomanduara nga mjeku, ne ju rekomandojmë që të përdorni edhe recetën natyrale me hitër dhe limon. Kjo kur me këto 2 përbërës do t'ju mundësoj ju që të parandaloni dhe të trajtoni anemin në mënyrë natyrale. Hitra është e pasur me vitamina dhe me minerale, ndër të cilat ne do të veçojmë hekurin. Ajo ka aftësinë që të përmirësojë tretjen dhe njëkohësisht të pastrojë gjakun. Limoni është gjithashtu I fuqishëm në pastrimin e organizmit tuaj dhe në përthithjen e ushqyesve. Limoni është I pasur me vitaminën C, që siç e thamë edhe më parë, ndihmon në përthithjen e hekurit nga ushqimet. Kura me hithra dhe limon kundër anemisë. Duke parë vlerat e këtyre 2 përbërësve, vjen e natyrshëm ideja e bashkimit të tyre në një kur të vetme kundër anemisë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 lugë gjelle me gjethe të thata të hithrës. Mundet gjithashtu që të përdorni edhe gjethe të njoma. Lëngu I një limoni dhe 1 litër ujë. Përgatitja: zjeni ujë në një tenxhere, kur sapo të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe shtoni lëngun e hithrës të thatë. Mbylleni kapakun dhe lëreni hithrën të tretet në ujë për plot 5 minuta. Më pas, kullojeni lëngun, shtoni lëngun e limonit dhe nëse dëshironi, shtoni edhe pak mjalt. Nëse keni gjethe të njoma, atëherë zgjeni ato bashkë me ujin. Këtë pije ju mund ta pini për gjatë të gjithë ditës, por jo gjatë vakteve. Për shembull, ju mundet që të pini 1 gotë me stomakun bosh, 1 paradite dhe 1 pasdite. Pija duhet konsumuar për 15 ditë me radhë për të shtuar nivelet e hekurit dhe për të parandaluar anemin. Pas këtyre 2 javëve, kufizojeni pirjen e lëngut në 1 gotë në ditë. Mos harroni të bëni limonin pjesë të vakteve tuaja për të përmirësuar përthithjen e hekurit. Majdanozi I freskët është gjithashtu një barishte e cila duhet konsumuar sepse përmban edhe hekur edhe vitaminën C. Hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë përdorur si një diuretik në kohët mesjetare në Europë. 1 filxhan çaj hitre ose ujë hitre përmban vitaminat A, B, K, riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyrë dhe proteina. Ai është gjithashtu I pasur me minerale si kalcium, hekur, kalium, mangan, fosfor, zink, bakër dhe magnez. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjethe hitre në ujë. Mund të shtoni 1 lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja cilat janë disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar.
Lëngu i hithërës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshikza, duke parandaluar kështu edhe formimin e gurëve në veshka. Ai mundet që të trajtojë infeksionet e traktit tuaj urinar, lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ka veti anti-inflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithërës ndihmon gjithashtu edhe në eliminimin e toksinave nga trupi dhe gjithashtu kuron sëmundjet dhe irritimet e lëkurës. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu i hithërës sipas ekspertëve mundet që të lehtësojë disa nga alergjitë të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale, si për shembull kruarjet dhe rinititin dhe të shtimën. Është një tonik mjaft i mirë për femrat. Lëngu i hithërës është i pasur me hekur dhe gjithashtu ndihmon edhe në luftimin e anemisë. Gratë duhet ta përdorin lëngun e hithërës pasi do të parandalojë shumë probleme shëndetësore si dhimbjet e ciklit. Është i mirë për tretje. Pini lëng hithre në mënyrë që ju të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe gjithashtu sëmundjet e traktit tretës. Nga ana tjetër, ulë nivelin e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon edhe në thithjen e kolesterolit të keq dhe gjithashtu siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e kockave dhe gjithashtu mundet që të forcojë edhe qelizat tuaja të shëndetshme. Hithra është e pasur me flavonoide si për shembull quercetin, e cila është një antioksidant i shkëlqyer, dhe lëngu i hithërës ndihmon edhe në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hithërës do të ulë nivelet e sheqerit dhe të glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Redukton gjithashtu gjakderdhjen e brendshme. Perfekte për higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithërës sepse ka veti të shkëlqyera për të pastruar gojën tuaj nga të gjitha bakteret të cilat gjenden në të. Sipas ekspertëve, personat të cilët kanë probleme me stomakun, gratë shtatzëna dhe fëmijët, duhet që të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithërës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në një mënyrë të njëjtë. Gjithashtu, lëngu i hithërës përmban shumë minerale të shëndetshme edhe për të forcuar kockat. Për këtë lëng juve do t'ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe gjithashtu 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajini ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere, lëreni të marrë një val, uleni zjarrin dhe lëreni të ziejë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë. Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.